Prokuroria ndërmerr veprime pas dyshimeve për manipulim votash në disa komuna me shumicë serbe. Gërvalla thotë se partitë duhet të diskutojnë për konstituimin e institucioneve pa kalkulime e kushte paraprake. Në Mitrovic inaugurohet murali Qas, në Prishtinë shfaqet dokumentar për mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Universiteti i Prishtinës u bën thirrje maturantëve që të aplikojnë në konkursin për pranimin e studentëve të rinj. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Dyshime për manipulim votash në disa komuna me shumicë serbe janë ngritur gjatë procesit të rinumërimit të fletë votimeve në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar për të kënë se prokurori i shtetit është njoftuar nga Departamenti për krime të rënda për këtë çështje penale dhe se me urdhër të prokurorit të shtetit është autorizuar Policia e Kosovës për mbledhjen dhe grumbullimin e informatave relevante nëse ekziston ndonjë element i veprës penale lidhur me këtë rast. Ndërkohë në QNR është përmbyllur procesi i rinumërimit të vendvotimeve për cilat kishte marrë vendim KQZ-ja që të rinumërohen. Dyshime për manipulim votash nga lista serbe janë ngritur gjatë procesit të rinumërimit të fletë votimeve në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Sipas të dhënave të siguruara nga RTK, në disa vendvotime në komunat me shumicë serbe janë gjetur fletvotime të plotësuara me shkrim dhe model të njëjtë të shënimit. Po ashtu në listat e votuesve janë vrejtur raste të nënshkrimeve të ngjashme, çka ka ngritur dyshime për parregullsi në procesin zgjedhor. Prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar për RTK-n se prokurori i shtetit është njoftuar nga Departamenti për krime të rënda për këtë çështje penale dhe se me urdhër të prokurorit të shtetit është autorizuar Policia e Kosovës për mbledhjen dhe grumbullimin e informatave. Lidhur me pyetjen tuaj e konfirmoj që është njoftuar prokurori i shtetit nga Departamenti për krime të rënda për këtë çështje penale. Me urdhër të prokurorit të shtetit është autorizuar Policia e Kosovës për mbledhjen dhe grumbullimin e informatave relevante nëse ekziston ndonjë element i veprës penale në lidhje me këtë rast. Për më shumë detaje nuk mund të ofrojmë, sepse mund të dëmtohet integriteti i procesit hetimor, tha Kaltrina Shala, zëdhënëse e prokurorisë themelore në Prishtinë. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar procesin e rinumërimit të 185 vendvotimeve të përzgjedhura me vendim të KQZ-s. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm që teknikisht tani të bëjë shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit, por siç e kemi shpjeguar edhe më herët, duhet të presim nëse do të ketë ankesa lidhur me administrimin e numërimit nga dita e fundit në QNR, e cila ishte dita e mërkurë 17 qershor, afati i cili përfundon sot e premte. Sipas KQZ-s, të dhënat për rinumërim tashmë janë përditësuar në platformën e rezultateve, ndërsa institucioni është i gatshëm për shpalljen e rezultateve përfundimtare pasi të përfundojnë afatet ligjore për ankesa. Elezi bëri të ditur se para shpalljes së rezultateve përfundimtare, KQZ do të kërkojë konfirmimin nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nëse ka ndonjë ankesë në shqyrtim. Të gjitha do të thotë detajet, qoftë edhe ato si çfarë mund të jenë fletvotime, pra, përfshihen në raport dhe natyrisht se zyrtarët e qendrës numërimit dhe rezultateve, sekretariatit KQZ-s në përgjithësi, janë profesionistë dhe natyrisht se do të evidentojnë me saktësi gjetjet të cilat i kanë evidentuar gjatë procesit të rinumërimit. Afati për paraqitjen e ankesave nga kandidatët për deputet është 48 tetor nga përfundimi i procesit të rinumërimit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk ka folur sot kur është pyetur nga gazetarët për një bashkëpunim të mundshëm me partitë opozitare për krijimin e institucioneve të reja, por zëvendësja e tij në ekzekutiv, Donika Gërvalla, ka thënë se është koha që partitë të ulën në tryezë dhe të diskutojnë seriozisht për konstituimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit pa kalkulime politike dhe pa kushte paraprake. Sipas saj, Kosova ka kaluar në përzgjedhje të panevojshme që nuk kanë sjellë ndryshime të mëdha politike, ndërsa qytetarët tashmë e kanë dhënë verdiktin e tyre.
Tash është koha që të sillemi në përputhje me vullnetin qytetar të shprehur në zgjedhje. Një ditë më parë, kryeministri në detyrë Albin Kurti përmes një video mesazhi tha se presin certifikimin e rezultateve për të nisur punën në drejtim të formimit të institucioneve të reja. Qeveri të re me mandat të plot dhe president apo president. Por të premten ai zgjodhi të mos thot asnjë fjalë për një koalicion të mundshëm me partitë opozitare. Megjithatë, para gazetarëve foli numri 2 i qeverisë në detyrë, Donika Gërvalla, e cila përcolli mesazhe të drejta ndaj partive opozitare, duke kërkuar fundin e asaj që e quajti mentalitet bllokues. Opozita do të bënte mirë në mos vendoste kushte, sepse vendosja e kushteve, kushtimet janë parakusht shumë i keq për fillim negociatash. Po dua të besoj që ishte hera e fundit që shkojmë në zgjedhje të panevojshme dhe në fakt edhe jo racionale dhe jo të kuptueshme për qytetarët. Nuk besoni që janë zgjedhjet e fundit, zonja Gërvalla? Cilët do të jenë hapat që do të ndjekim, atë do të ulemi së pari brenda koalicionit dhe do të diskutojmë dhe pastaj do të ulemi të diskutojmë edhe me partitë opozitare, edhe do të jemi përsëri do të jemi të përkushtuar dhe të angazhuar që të gjejmë mënyra. Do të gjendet zgjidhja apo jo? Po njeriu kur hyn në negociata hyn me vullnetin për të gjetur zgjidhje, të cilën unë nuk mund ta paragjykoj sot, sepse në bazë të deklarimeve në media, po duket sikur po të ngjashme i kemi pasur fatkeqësisht edhe pas zgjedhjeve të dhjetorit. Fatkeqësisht ne jemi të interesuar të diskutojmë me partnerët tanë potencial. Gërvalla shprehu dyshime për gatishmërinë e opozitës për kompromis, duke kritikuar vendosjen e kushteve para nisjes së negociatave. Sipas saj, Kosova ka kaluar në përzgjedhje të panevojshme dhe që nuk kanë sjellë ndryshime të mëdha politike, ndërsa qytetarët tashmë e kanë dhënë vendimin e tyre. Gërvalla shtoi se është koha që partitë të ulen në tryezë dhe të diskutojnë seriozisht për konstituimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit, pa kalkulime politike dhe pa kushte paraprake, duke paralajmëruar se fillimisht do të zhvillohen konsultime brenda koalicionit qeverisës, e më pas edhe me partitë opozitare me synimin për të gjetur një zgjidhje që do t'i hapte rrugë formimit të institucioneve. Rendi e kërkon që me diskutu me njerëzit direkt, në vend që me ju dërgu mesazhe përmes mediave, edhe ne këtë rend do ta respektojmë edhe me seriozitet maksimal do të angazhohemi për të. Qytetari e ka thënë fjalën e vet dhe do duhej si politikan të përgjegjshëm të vendit ton të ulemi dhe të diskutojmë se cilat janë rrugët më të mira dhe përsëri pasi të kemi diskutuar, natyrisht që do ta informojmë edhe publikun, por hapat e parë bëhen në fillim dhe hapat informues bëhen më tej. E pyetur sa i përket energjisë dhe sigurisë, Gërvalla konfirmoi se qeveria po diskuton edhe për projektin e gazit amerikan, duke theksuar se çdo vendim do të merret në koordinim me aleatët ndërkombëtar dhe në funksion të interesit shtetëror. Ndërkohë, qeveria në detyrë në mbledhjen elektronike ka miratuar disa vendime. Ndërto ka miratuar vendimin për vazhdimin e mandatit të Komisionit për verifikimin e diplomave të lëshuara nga Universiteti Mitrovicës së Veriut, mandat që zgjatet nga data 22 qershor deri më 22 shtator. Gjithashtu është miratuar vendimi për emrimin e komisioneve të pranimit për kategoritë e larta drejtuese, për pozitat sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Industrisë e Tregtisë, për pozitën komisionar për gjuhët, si dhe për pozitën drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale. Gjithashtu është ndryshuar e plotësuar vendimi për themelimin e komisionit për vlerësimin e sistemeve të informacionit dhe komunikimit me rëndësi strategjike. Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale gjatë luftës, në Mitrovic u bë inaugurimi i muralit Qast. Në këtë ngjarje mori pjesë edhe ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu. Aty u tha se kjo vepër do të mbetet si një kujtesë e sakrificës dhe qëndresës së të gjithë atyre që ishin viktima të krimeve të kryera nga forcat serbe. E vërteta dhimbshme e të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës po përjetësohet në muret e Republikës së Kosovës.
Kështu theksoi ushtruesja detyres së presidentes Albulena Haxhiu gjatë inaugurimit të muralit Qast në Mitrovic, kushtuar të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. Drejtësia për krimet e luftës dhe në veçanti për dhunën seksuale gjatë luftës ka ardhur me vonesë dhe kur po i referohem çështjes së drejtësisë, ne e dim që ende nuk ka drejtësi për krimet e luftës, por ama e mirëpresim secilin vendim që dënon kriminalët që kanë kryer krime në periudhën më të vështirë të historisë sonë, atë të luftës, dhe në këtë rast tashmë siç e dini kemi edhe gjykime që dënojnë dhunën seksuale gjatë luftës. Edhe i pari komunës, Faton Peci, tha se ky mural është pasqyrim i vuajtjes dhe dhimbjes së tyre. Sot jemi në një situatë kur publikisht përmes muraleve e gjykojmë veprat e tilla kriminale, bashkë me apelin dhe kërkesën për drejtësinë ndërkombëtare që të gjithë aktorët që ishin shkaktarë të kësaj dhundje nesër ose që sot e çdo ditë kërkojmë që të vendosen para drejtësisë. Të pranishmit vlerësuan se kjo vepër do të mbetet një kujtesë e përhershme e sakrificës dhe qëndresës së të gjithë atyre që ishin viktima të krimeve të kryera nga forcat serbe. Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale gjatë luftës, në Prishtinë u shfaq një dokumentar me rrëfimet e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Përfaqësues institucionesh dhe organizatash vlerësuan guximin e të mbijetuarve për t'i ndarë historitë e tyre, duke theksuar rëndësinë e drejtësisë, mbështetjes dhe ruajtjes së kujtesës kolektive. Këto janë disa nga rrëfimet e dhimbshme të atyre që përjetuan në dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Zëri i tyre u dëgjua sot në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, pikërisht në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale gjatë luftës, përmes dokumentarit të shfaqur nga organizata Medika Gjakova. Kemi dëgjuar shumë histori të dhimbshme, por kemi pasur edhe diçka shumë të fortë, guximin për të vazhduar jetën, për të mos u dorëzuar. Ish presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se dokumentari paraqet edhe një hapësirë ku zëri kthehet në dëshmi. Të dashura të mbijetuar, të dashur të mbijetuar. Ju nuk jeni vetëm pjesë e historisë së dhimbjes sonë, ju jeni pjesë e historisë së forcës sonë. Ju nuk jeni arsye për të heshtur, dhe asnjëherë nuk keni pasur arsye për heshtje. Aktualisht i kemi 2500 raste të cilët kanë aplikuar në kuadër komisionit dhe mund ta them me plot kuptimin e fjalës që asnjë përjetim nuk është i njëjtë. Në kuadër të kësaj dite, presidentja në detyrë Albulena Haxhiu, bashkë me ministrën në detyrë të drejtësisë Donika Gërvalla, pritën në takim të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, Vasfije Krasniqi Godman dhe Ramadan Ishorin, si dhe përfaqësuesit e organizatave Medika Kosova, Medika Gjakova, KRCT dhe Qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas. Haxhiu tha se këto organizata për vite me radhë kanë qëndruar pranë të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, duke ofruar kujdes, dokumentim, mbështetje ligjore e psikologjike, si dhe duke punuar me përkushtim të pandërprerë për drejtësinë dhe dinjitetin e tyre. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka miratuar listën e kandidatëve për pozitën e kryeprokurorit të shtetit me 6 vota për dhe 1 kundër. Në garë për këtë post janë 5 prokurorë që plotësojnë kriteret ligjore: Adbet Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipdon Fazliu dhe Zeinullah Gashi. Ndërkohë, Këshilli Prokurorial ka publikuar koncept dokumentet për 5 kandidatët që kanë aplikuar për këtë pozitë, bazuar në rregullore dhe në parimet e transparencës dhe llogaridhënies. Në shënim të ditës ndërkombëtare të shërbimit publik, institucionet e Kosovës prezantuan progresin në reformën e administratës publike dhe zgjerimin e shërbimeve digjitale. Sipas Ministrisë së Digitalizimit dhe Administratës Publike, platforma e Kosova tashmë ofron 320 shërbime elektronike, ndërsa synimi mbetet
krimi një administrate më moderne, më efikase dhe më pranë qytetarëve. Administrata publike synohet të jetë në shërbim të qytetarëve dhe jo pengesë për ta. Ky është mesazhi kryesor në aktivitetin e organizuar nga Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike për ditën ndërkombëtare të shërbimit publik. Në këtë ngjarje u prezantuan të arriturat në reformat e administratës publike dhe zgjerimin e shërbimeve elektronike, me synimin për një administratë më moderne dhe më efikase, ku u tha se gjatë vitit 2025 është shënuar progres në shumicën e aktiviteteve të planifikuara, ndërsa numri i shërbimeve digjitale në platformën e-Kosova ka arritur në 320. Le ta vazhdojmë ndërtimin së bashku të një administrate që nuk i friksohet ndryshimit, por e udhëheq atë. Një administratë që nuk e sheh qytetarin si palë, por si vetë arsye në ekzistencës së saj. Sepse shteti i mirë nuk është ai i cili ka shumë procedura, por ai që ka më shumë drejtësi, më shumë shërbim dhe më shumë besim. Të ndërtojmë një administratë profesionale në njerëz, të thjeshtë në procedura, të sigurt në sisteme dhe të matshme në rezultate. Fundja për te teknologjisë, transformimi digital ka të bëjë me mënyrën se si organizohet puna, si bashkëpunojnë institucionet, si menaxhohen të dhënat dhe si merren vendimet. Në anën tjetër, përfaqësues të Bashkimit Evropian në Kosovë vlerësuan përparimin në këtë fushë, duke theksuar se teknologjia duhet të mbetet një mjet në shërbim të qytetarëve. Në këtë ditë të veçantë respektojmë punën e çdo punonjësi publik. Digitalizimi mund të bëjë administratën më efikase, por zhvillimi i kapitalit njerëzor mbetet po aq i rëndësishëm sa investimet në teknologji. Përfaqësuesit institucional theksuan se synojnë zhvillimin e mëtejmë të një administrate profesionale me procedura më të thjeshta, sisteme më të sigurta dhe shërbime më të shpejta për qytetarët dhe bizneset, ndërkohë dekoruan me mirënjohje dhjetra punonjës publik për punën e tyre profesionale ndër vite në institucione të ndryshme. Programi kombëtar për kryerësitë e dhunës kundër grave vazhdon zbatohet vetëm në baza vullnetare. Organizatat kërkojnë masa më të forta institucionale dhe trajnime për gjyqtarët. Kështu tha në një tryezë organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Rrjeti i Grave të Kosovës, ku publikua raportin mbi zbatimin e këtij programi. Programi kombëtar për kryerësitë e dhunës ndaj grave në Kosovë ende nuk është funksionalizuar në formën e detyrueshme, por vazhdon të zbatohet vetëm mbi baza vullnetare. Kështu tha në tryezën organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Rrjeti i Grave të Kosovës, ku publikua raportin mbi zbatimin e këtij programi. Sipas raportit, në praktikën gjyqësore në Kosovë, pjesa më e madhe e dënimeve për rastet e dhunës në familje janë dënime me kusht. Kemi domethënë që gjykatat e kanë kufizuar dënimin me kusht vetëm në pezullimin e ekzekutimit të dënimit, pa e shoqëruar me masa shtesë rehabilituese, ndonse në 10 prej këtyre 50 gjykimeve është kërkuar edhe mbikëqyrja nga shërbimi sprovues. Një program për të funksionuar nuk mjafton vetëm të hartohet, mjafton të ketë ngritje të kapaciteteve të gjitha infrastrukturave, të gjithë zyrtarëve të cilët kanë për obligim ta zbatojnë atë. Mirë, po në anën tjetër gjithmonë duhet të ketë edhe një buxhetim adekuat financiar për një zbatueshmëri sa më të mirë të këtij programi, sepse programi nuk kufizohet vetëm në zbatim nga institucioni korrektues dhe sprovues, ai në të ardhmen mund të zgjerohet dhe të zbatohet edhe nga shoqëria civile. Po besoj që pjesa e kodit penal i ka prapo të gjithë mekanizmat të cilat nëse zbatohen do të ndikonin jashtëzakonisht shumë në funksion të realizimit të këtyre qëllime, po qëllimit parandalimit të kryerjes të veprave penale, por edhe në rehabilitimin e tyre në tërësi. Nga rekomandimet e dala nga ky raport u kërkua organizimi i trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarët lidhur me zbatimin e programit kombëtar për kryerësitë e dhunës ndaj grave. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina po u bën thirrje maturantëve që të aplikojnë në programet e tij studimore para hapjes së konkursit për pranimin e studentëve të rinj. Drejtuesit e universitetit theksojnë se UP-ja vazhdon të ofrojë programe cilësore, diplomë të njohur ndërkombëtarisht dhe mundësi të shumta për shkëmbime akademike. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina vazhdon të mbetet lider në vend dhe rajon për cilësinë dhe politikat zhvillimore. Tani që kanë mbetur edhe pak ditë deri në hapjen e konkursit për pranimin e studentëve të rinj nga UP-ja, bëjnë thirrje për maturantët që të aplikojnë.
Thirrja, ftesa, apeli im është që gjithë ata që synojnë, që të studiojnë, kanë synim e qëllim që edhe të pajisen me dije, me shkathësi pas studimeve. Faktet janë statistikat, rankimi i Universitetit Prishtinës sipas për shembull Times Higher Education që është në grupin e 1500 plus institucion të arsimit të lartë që ofron programe të ndryshme studimit më të mira, më cilësore se Universitetin e Prishtinës nuk mund ta gjejnë. Hajrullahu tregoi arsyet pse UP-ja është adresa e duhur për studime. Kompetenca dhe dija që fitohet në Universitetin e Prishtinës është pakrahasimisht më e lartë se në çdo institucion tjetër të arsimit lartë, o privat o publik në Kosovë e përtej. Është lajm shumë i mirë që diplomat e Universitetit Prishtinës tani më janë të njohura si jo vetëm gjithanej në Evropë, po edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prorektoria për zhvillim akademik dhe cilësi në UP, Majlinda Gjelaj, foli për programet dhe kushtet që ofron universitetin në kryeqytet. Universiteti jonë i ofron studentëve kushtet jashtëzakonshme për studime, infrastrukturë moderne, hapësirë të mjaftueshme, jo vetëm grupore, por edhe për punë individuale. Ne kemi ofertë për të gjithë, për secilin. Prandaj mendoj se duhet ta synojnë në Universitetin e Prishtinës, ata që dëshirojnë diplomë kredibile, diplomë e njohur ndërkombëtarisht, ata që dëshirojnë të shohin edhe përvoja evropiane. Ne në çdo program ofrojmë mundësi shkëmbimi ndërkombëtar. Sipas saj, degët në të cilat ka më shumë interesim për të studiuar në kuadër të UP-s janë mjekësia, shkencat kompjuterike, edukimi dhe ekonomia. Në fakultetin e mjekësi, sipas udhëheqësve të saj, ofrohen kushte shumë të mira për të studiuar. Madje ky fakultet ka laborator me pajisje teknologjike moderne që u mundsojnë studentëve të praktikojnë të gjitha ato që i mësojnë. Edhe në fakultetin e inxhinierisë mekanike, sipas dekanit, kohëve të fundit është rritur dukshëm interesimi për të studiuar. Madje me vite ka ndryshuar dhe interesimi në bazë gjinore, ku tani më ka edhe një numër të madh të gjinisë femrore që aplikojnë. Edhe ky fakultet është i pajisur me aparaturat të teknologjisë së fundit në laboratorët e tij. Komuna e Prishtinës paralemron ardhjen e 15 autobusëve elektrik dhe 2 tramve, duke theksuar se kjo po bëhet në kuadër të procesit të transformimit të trafikut urban, ndërsa opozita i konteston procedura dhe ligjshmërinë e projektit. Ardhjen e 15 autobuseve elektrik në kryeqytet dhe të 2 tramave e paralemroi kryetari Përparim Rama. Ai tha se këto mjete do të jenë moderne, më të qasshme për të gjithë dhe mbi të gjitha 100% elektrike. Nga komuna thonë se kjo po bëhet në kuadër të procesit të transformimit të trafikut urban. Sipas tyre, me ardhjen e autobuseve të rinj do të ofrohet shërbim më i mirë e më efikas për qytetarët, ndërsa thonë se autobuset elektrik pritet të jenë në funksion brenda një periudhe të shkurtër. Momentalisht janë modernizuar 26 autobus të operatorëve privat, janë në qytet, janë duke operu, ka autobus elektrik, ka autobus hibrid, ka autobus dizel të standardit Euro 6, po autobusa 3, janë të modernizuar duke ardhur ta 15 e kemi në modernizim e sipër edhe trafikun urban me 30 autobus të tjerë, për të cilëve 6 janë elektrik dhe 24 me dizel. Është një proces që nuk mund të ndalet. Nga opozita në kryeqytet thonë se lidhur me pjesën e paralemrimit për ardhjen e autobuseve elektrik nga komuna e bërë shkelje ligjore. E ka bërë shkelje ligjore me ta, në qenë se nuk kem kur fan informate, as e kem pa kontratën, as nuk e dim sa kushtet çmimi, as nuk e dim çfarë mënyrë ka thuar. Domethënë, edhe këtu mendoj që ka punë prokuroria. E ditë me parë, pikërisht ky njoftim për ardhjen e autobuseve shkakton një përplasje në distancë mes kryetarit të komunës së Prishtinës Përparim Rama dhe ministrit në detyrë të financave Kuran Murati. Sipas Muratit, ofrimi i shërbimeve publike siç është transporti publik mund të bëhet edhe përmes operatorëve privat, siç po dëshiron të bëjë komuna e Prishtinës, mirë po kjo gjë duhet të bëhet sipas procedurave që parashihen në ligjin për partneritet publiko-privat, për të siguruar që paraja publike nuk e shpërdoret. Sipas tij, komuna e Prishtinës nuk ka ndjekur asnjë procedurë që obligon ligjin e fuqi. Prandaj çfarëdo aranxhimi, marrëveshje apo kontrate që është nënshkruar në lidhje me këtë çështje është në kundërshtim me ligjin për partneritet publiko-privat. Këtu deklarata nxit në reagimin e Përparim Ramës, i cili e quajti Muratin bllokues. Në Deçan është hapur ekspozita personale, universi kreativ e piktorit veteran Uk Lataj, me rastin e 50 vjetorit të krimtarisë së tij artistike.
Krahas pikturave, ekspozita përfshin edhe eksponate të trashëgimisë kulturore të Trevës së Deçanit, të mbledhura ndër vite nga vetë autori. Në 50 vjetorin e krijimtarisë artistike të piktorit Uk Lataj, në Deçan është hapur ekspozita e tij personale me titull Universi Kreativ dhe ekspozita tjetër me eksponate nga trashëgimia kulturore e komunës së Deçanit. Tek ekspozita kam vrejt motivin, sidomos motivin e kullave që është e theksuar te profesori Uk, por shifet edhe postmodernja, dhe më thëmë që është bërë një lloj kombinimi i krijimtarisë së profesorit Uk. Këtu vlen të veçohet edhe një fakt tjetër se profesori Uk ka mbledhur edhe disa eksponate. Përveç që i ka mbledhur dhe i ka ekspozuar këtu, shihen që janë të mirëmbajtura. Ato poqet e ndryshme, të ndryshme, shifet që është një elementi i kanalizimit, i ujësjellësit në këtë rast. Shifen edhe të tjera të cilat kanë shërbyer në të kaluarën për organizimin e jetës në këto treva. Vërtet, pikturat e profesorit Kloket kanë një lërëshi, pra një llojshmëri temave të ndryshme, duke u nis nga ajo tradicionalja deri te ajo ekspresivja, të paraqitur në forma të ndryshme, thash qoftë duke u nis prej peizazheve të ndryshme, duke u nis prej portretave të ndryshme dhe duke u nis prej temave të ndryshme abstrakte. Shumica e punëve, punimeve të mia, fjala është i takojnë artit popullor, folklorit. Si qënë për shembull ajo arka aty, si qënë kjo qylymi, janë edhe eksponate tjera, të cilat i takojnë Trevës tonë vendose. Uk Lataj i takon gjeneratës së parë të Akademisë së Arteve, ndërsa me pikturë ka filluar të merret qysh në vitet e 70-ta. Për më shumë se 40 vjet ai ka punuar si profesor i artit figurativ në gjimnazin Vëllëzit Frashin e Deçan. Flasim tani për sportin. Sonte SBA dhe Australia do të përballen për kreun e grupit D në kuadër të kampionatit botror të futbollit. Ndeshja e cila fillon nga ora 21 transmetohet drejt për drejt në RTK.